Në kuadër të çeljes së zonit turistik në Pogradec, Ministri i Turizmit dhe i Kulturës Blendi Gonxhe këtë të shtunë zhvilloi disa takime. Gonxhe zgjodhi një mënyrë të veçantë për të udhëtuar drejt Pogradecit përmes një hidroplani ku synoi promovimi i sportit ujor. Ishte shumë qejf, tha Gonxhe, teksa zbriti, ndërsa takimi vijoi me bizneset e zonës. Ministri tha se kjo është hera e parë që avioni zbret për qefe, jo për hall, duke kujtuar avion të vegjël që marrin ujë për të fikur zjarret në kohën e flakëve në Shqipëri. Pogradeci të jetë një themi nga të parët në rritjen turistike dhe një nga të parët në atë pjesëmarrje në të themi fuqizim të turizmit rajonal, po edhe gjithë vjetor, po edhe themi jo vetëm nga turistët shqiptar, por edhe nga turistët huaj, të cilët duhet të kenë më shumë njohje, duhet të kenë më shumë akses në shumë prej zonave, në shumë prej pasurive tona të trashëgimisë, qoftë asaj natyrore, qoftë asaj kulturore. Një objektiv të dy e kemi që të filloj lundrimi i lirshëm nëpërmjet liçenit në të dyja vendet. Sigurisht që kemi bërë përpjekje maksimale të dy dhe besoj që kemi arritur në një rezultat. Dëshiroj që ky vit të jetë një vit i mbar në turizëm dhe shpresoj që një bashkëpunim i jonë do të sjellë më shumë shfrytëe. Ndërkohë, Ministri i Turizmit Blendi Gonxhe reagoi nga Pogradeci lidhur me protestat kundër projektit turistik në zonën e Zvërnecit, duke thënë se qeveria po i ndjek me vëmendje shqetësimet e ngritura nga protestuesit dhe se kërkohet një analizë e kujdesshme për të gjetur ekuilibrin mes zhvillimit dhe mbrojtjes së mjedisit.